vendin, nëse gjejnë pika për të bashkuar do të ishte pozitive, por të kontestosh çdo element politik që nga Redi Muçi, Ardin Qorri, Lapaj, që të mund gjithë ata që marrin pjesë aty, Sheja, i Kapri, këta janë deputet. Nëse ti vazhdon për zë, çdo faktor që merr pjesë atje me idenë që ke e njëjta gjë vlen edhe për politikën, nuk është sheshi për të bërë vota. Po nëse vazhdoni fryng kësaj idesë që ky s'lejohet dhe ai lejohet, pastaj dalim të ajo që kush nuk është mëkatar le të hedhë gurin e parë dhe kështu i hym një loje që nuk i dalim dot. Po, Almer, si po e lexon protestën se javën tjetër nuk kisha në emision? Në syrin optimist, protesta po ruan efektin e qëndrueshmërisë, pra efektin kohë, pra po vazhdojnë protestojnë, po dalin në rrugë. Në disa raste, siç thanë kolegët më parë, po tregon një lloj agresiviteti që në disa raste është i panevojshëm, si qoftë me policinë apo si qoftë edhe me deputetët. Dhe këto unë mendoj që gjitha këto sjellje të përshkallëzuara janë të mirë kuptuara, sepse kemi parë në Greqi protesta shumë të dhunshme, që thyenin dyert e dyqaneve, marketeve, kemi parë në Francë më të dhunshme se kaq. Pra sepse është një irritim popullor i cili kërkon të arrijë një qëllim të caktuar. Ajo që mua nuk më ngjit, apo ajo që mua më lë që shkoj për të dëshiruar protestën, e cila nuk po arrin, edhe pse ka kaluar 32 ditë, është që efekti shoqëror i protestës po humbet rëndësinë. Çfarë do të them për këtë gjë? Pra, qytetarët e thjeshtë, të cilët kanë qenë ata që kanë mbështetur që nga dita e parë për shumë problematika që vuajnë jetën e përditshme, këta qytetarë të ndershëm dhe jo aktivistë, këta mendoj që po bëjnë një hap pas. Po largohen nga protesta, po distancohen nga protesta. Dhe shumira dhe shumica mendoj distancohet nga aktet e dhunës, që unë mendoj që në shoqëritë e modernizuara demokratike, që këto janë akte normale, nuk ka tejkalim të asnjë caku. Kurse shoqëria e cila e përshëndeti me fëmijë, shoqëria e cila doli aty familjarisht, shoqëria e cila jepte mesazhe, unë mendoj që kjo pjesë e shoqërisë dhe qytetarëve të Tiranës mendoj që po largohet nga protesta. Unë e kam ndjekur, siç e kanë ndjekur të gjithë, dhe kam parë që numrat në protestë në momente të caktuara janë numra shumë të vogla, pra. Pjesëmarrja në protestë është shumë e vogël, bien numrat. Pse bien? Sepse qytetarët kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg, këtë parullën e famshme, e kërkojnë që të ketë një ekzekutim politik të gjës, nuk kërkojnë ekzekutim ligjor, pra nuk e fusin ata. Ata kërkojnë që kjo parulla të marri një lloj dimensioni tjetër, të marri një kuptim tjetër. Çfarë është kuptimi tjetër? Që kjo protestë t'i vendosi kushte të diktoj ndryshime rrënjësore në shoqëri, ndryshime rrënjësore politike. Ata kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg, që këta të dalin nga politika. Por kur neve shikojmë këto lloj sjelljesh të disa njerëzve, më thënë, pa pasur autoritet publik, pa qenë askushi, me thirrje që kalojnë çdo lloj. Unë kam parë thirrje nga thirrje që dënonin fen islame, thirrje që godisnin Ramush Haradinajn, thirrje nga lloj çmendurish kanë parë në protestë. Për sa kohë mikrofonin atë protestë i jepet njerëzve të çmendur dhe njerëzve me probleme të theksuara, të egoizmit, të psikikës, apo çfarë lloj fenomeni shëndetësor që kanë në veten e tyre dhe marrin ato, mendoj që kjo nuk i shërben kauzës dhe protestës, që qytetarët duan në të vërtetë. Zotri, qytetarët duan që të kenë shërbim shëndetësor. Qytetarët duan që mos ketë korrupsion në institucionet ku ata trokasin për ditë. Qytetarët duan që kur mos paguajnë 10.000 euro te kadastra. Qytetarët duan që arsimi të jetë më cilësor. Por ku krijohet një grup i cili ka protestën prej fyti, dhe një grup i cili nuk di të orientoj politikisht protestën, për mua janë destinuar të dështojnë. Unë jam shumë dakord me kolegët, si me Gjoj dhe me Polin, që protesta, më thënë, ka disa anë pozitive. Por unë kur i bëj një analizë, sipas me një optikës time më detajuar, kur shikoj këta, unë them që protesta nuk arrin asgjë nëse vazhdon në këtë lloj mënyre. Po pse çfarë do të bëj? Për mendimin tim, protesta nuk do të humbasi numrat e para. Dakor, qëndrueshmëria është një fitore e madhe që njerëzit 32 po dalin. Dakor. Numrat, qytetarët, përfshirja, mundësisht, unë e kemi parë protestë jashtëzakonshme para 2 javësh që mund të ishin 100.000 njerëz në shesh. Ky kapitalizim popullor duhet. Ky nuk është ata numra. A je dakord për këtë aksion politik, Almer? Ka një gjë, për mua ky aksion politik është më se normal, nuk ka asgjë të tepruar këtu. Unë mendoj që goditja me vezë është një nga goditjet më simbolike që i ka ndodhur dhe presidentit Bush,
nga gazetarët. Me këpus fare, po. I kanë ndodhur, pra nuk kanë asgjë anormalitet këtu. Përkundrez, unë mendoj kjo sjellje kapitalizohet, nesër në të ardhmen ka një mbështetje, a sjell kjo lloj sjellje përforcim të ides, jo ta mbaroj atë fjalë. Unë kam dyshimet e mia që edhe brenda protestës, dhe brenda aty që grupi organizator që kanë një garth aty, një lloj ringu, që në të ring hyjnë dhe flasin vetëm ata që duan ata. Unë mendoj që Rama dhe Berisha kanë dorë. Çfarë do të them me këtë gjë? Unë mendoj që një pjesë të organizatorëve aty janë të kapur si nga Rama dhe nga Berisha që ata i duan në burg. Ishte kjo. Një pjesë të organizatorëve brenda, unë mendoj që janë të kapur nga Rama dhe Berisha. Këtë gjë e kam të faktuar dhe e kam të argumentuar nga rastis njerëzit që marrin fjalën, përfshirja e njerëzve të cilët janë të identifikuar si të Berishës dhe të Ramës, identifikimi që është bërë disa individëve të cilët kanë pasur të shkuar. Për shembull, një nga forcat kryesore të protestës u bë kryetare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Po. Pra, e do videon të shikosh që ja hoqën mikrofonin sa u morë vesh që ishte antar e Këshillit Kombëtar të PD-s. E shpjegoj shumë mirë Gjoj se çfarë do të thotë përjashtimi të tjerëve. Unë mendoj tani. Unë mendoj se është përjashtuar aty. I partjakëve po. Dakor, pra është vënë kusht, partjak jo. Okej. Po nëse bëjmë vepër dënueshme adherimin politik, pse jo më janë aty më burgjisë. Partjak, çfarë thua ti? Ti thua Poli në këtë mënyrë. Ashtu e duan ata më. Dakor, një tur. Ne do ta pyesim. Aty thot pse ky grup kështu po protestën. Aty ka një grup narkomanësh, një grup të çmendurish, një grup hashashmenësh që dalin dhe mendojnë se janë nëpërmjet instiktit të dhunës, instiktit të revoltës, mendojnë që bëjnë protestë dhe bëjnë ndryshim në këtë vend. Nuk ndodh kjo, Poli. Nuk ndodh që narkomanët dhe njerëzit me probleme mendore të dalin dhe ti sjellin ndryshimin e shoqërisë. Nuk do shoqëria këtë. Shoqëria do model ndryshe, alternativ. Nuk po bën alternativ. Pra, mbi 5 folës që kanë dalë të identifikuar si trafikant droge. Tani çfarë do thotë Rama? I ka plotësuar Rama unë të dalin ta kundërshtojnë edhe të paktën për veten e tyre. Kjo është, ai nuk thot kot. Pra, individ të përfshirë në trafik droge, dalin dhe mbajnë fjalën, nuk mund të bëhen besueshëm për shoqërinë, dëmtojnë imazhin e lëvizjes. Pra, për sa kohë të korruptorit tu dhe kanë kandiduar dhe kanë fituar në bashki dhe në parlament. Më vjen keq. Ti o do jesh si ata o do jesh ndryshe nga ata. Nëse jeni se si ata letrim me këta. Po jo pra një gjë. Ti nuk mund të shesësh moral ndryshe nëse ti je njësoj si ata. Nëse ti je si grupi, si grupi, po prit pra një minutë. Ktu kuptojmë që protesta do ta humbasi sfidën me këtë kas politik. Kjo është koha e ardhme dëshirore. Po jo pa kryer. S'ka lidhje. Unë mendoj, unë nuk kam dëshirë. Kur të humbas. Unë lexoj hapat. Kur të humbas, për këtë sot. E sot ka humbur numrin. Nuk ka më protestues masiv. Nuk ka më protesta masive. S'është tregues kjo për ty. E dy, nuk po arrin asnjë lloj qëndrimi reflektimi nga ana e pushtetit. Përkundërse po i sulmojnë më shumë. Përkundërse po tallën më shumë dhe këta po i lënë hapësirë pushtetit aktual që duhet ikë një orë më parë që të merren me ta. Ti nuk po nxjerr, po ja dhe mikrofonin. Çdo lloj narkomani aty që del me thirrje nga më të çmendurat, në ti jep Ramës legjitimitet për të thënë qytetarëve dhe ndërkombëtarëve që shiko, kundra me kanë dalë disa të çmendur trafikant droge dhe këta kërkojnë largimin, jo shqiptarët. Shqiptarët janë të kënaqur me mua. Si ti përgjigjesh ti këtë lloj raporti që Rama ata që disë ajo kancelarive ndërkombëtare? Si mundesh ti të bësh faktor mbështetës nga ndërkombëtarët? Kemi parë aty vetëm majtist eurodeputet, nuk kemi parë eurodeputet gjithë përfshirës. Çka tregon kjo? Që këtu ka interesa të caktuara lobiste brenda protestës, që kanë ato interesa që kanë që mendojë George Soros. Pra, kur i marrim të gjitha nuancat, Poli do të kuptojmë që kjo protestë në këtë lloj sjellje, në këtë lloj marshi, në këtë lloj degradimi nuk e largon dot Ramën dhe Berishën nuk i çon dot në burg zotri. Tani, dëshirore, po s'është dëshirore, po të jap faktet. Tani këto që po them unë nëse janë kundra fakteve të tjera. Përgjithë Poli se Poli e mbajti 10 minuta. Jo, Poli foli për mënyrën si e shef ai. Po dakor, to janë vetëm si ish mësues. Debato vetëm si ish mësues gjuhë po i tregoj që një fjali për shembull ka fjali të kohës së tashme, ka të kohës së shkuar. Hajde të tashme të pak dëshirore nuk ka, po ka dhe dëshirore. Hajde bëjmë leksionin. Dhe pa kryer. Edhe pa kryer ende. Po. Ka që ka vërok. Jo, ajo që atëherë do t'i marrë me radhë, sepse janë teza, po janë fiks, është fiks
është fiksë mënyra se si kasta po përpiqet të trajtojë opozitën. Kasta, po ato janë fakte nga protesta. Po jo më ti e bën padashje më vëlla. Po nga padashje, po patjetër kasta të dalësh atë shikosh njerëz të çmendur që thonë Ramush Haradina i ti që dal nga burgu, burgu 60 vjeç. Ore, ose i çmendur ose ka dalë aty për protestë. Po ka pjesë za, po ka pjesë. Ai ka me mikrofonin burrëve me thia të bardha në kokë, e dëgjoj apo jo? Më lër mua të flas tani. Si mundet? Ore zotëri, si mundet? Po s'është protesta ai më pat. Si? Po ky s'është protestë. Kuse LGBT-ja jo, komunistët jo. Ore di çfarë po arrin këta po arrin në lloj pike që thotë do dalin nesër rrugta, këto majtistë të theksuar, edhe kjo rryma, s'është majtistë e gjitha. Ti e ke makinën me drogë, zbrit nga makinës ta rrëmbejmë ta marrim ne. Ty dil nga shtëpia se ta marrim ne. Këtu sjellje po tregojnë këta zotëri. Këta tregojnë një lloj prepotence që përmjet dhunës mund të arrin çdo gjë në këtë vend. Jo zotëri, nuk mund marrësh bekimin dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve pa qenë qytetar rrallë parë, pa qenë civil. Zotëri aty 3-4 emra dalin dhe janë figura. Aty Alti Goxhaj, zoti Dritan Goxhaj, Lush Susaj që i heq kapelën, nuk e çaj thua të tjerëve. Pra dalin artikulojnë teza, artikulojnë njerëz që fitojnë respektin e qytetarëve. Të tjerët Roma për doma, thotë, hajde me Roma për doma. Ata hapi përgjigjen Poli tash janë merse. Kjo protestë, kjo puna e numrave Poli erë. Atëherë, dëgjoj. Do ta fillojmë me drejtuesit. Po s'ka drejtues po. Pikërisht. Kjo është e keqja më e madhe. Pikërisht, po. Kjo mund të jetë, dëgjoj, ka edhe forca më e madhe. Kjo është një lloj proteste që të gjithë janë duke e analizuar sipas ajo që quhet në komunikim dhe që quhet në politikë, sipas fremeve, kornizave të vjetra. Vetë bota po thotë që kjo kornizë nuk na rezulton që kanë 300 vjet që bëjnë protesta, na rezulton si një diçka e re. Dhe mënyra se si është bërë protesta dhe çfarë kërkon protesta është një gjë e re. Nëse do ta fusim në kornizat që sa nxori Berisha te kjo, sa nxori kishte nxjerr përpara Rama në protestë, sa kishte nxjerr ky, sa kishte, po jemi duke ja futur kot. Qoftë edhe për çdo gjë për përbajtjen e protestës. Patjetër, po protesta është brutë, është populli shqiptar, musliman, katolik, ortodoks, i shikon aty katolike me shami, muslimane, LGBT, të majt ekstrem. Por të gjithë bëjnë si budallëj, si idiot që si janë, si idiot dhe nuk shikojnë atë që kanë të shkruar. Çfarë duan? Të jap dorëheqjen kjo qeveri, të bëhet një qeveri teknike. Po pra, po se arrin dot në këtë mënyrë. Po është tjetër gjë, pse kalon ti thua s'kan motiv. Ti thua se arrin. Po ti se the fare këtë po them. Diskutojmë me arrin. Po lere analizën që lere kon ardhmë dëshirore. Unë po them çfarë kanë. Kanë gjën më të thjeshtë në botë që ju a përcakton dhe kushtetuesa. Duan vot, duan proces zgjedhor. Si do ta arrin më poli proces? Duan. Po jo më 30 ditë. Cila është fitore më e madhe protestës? Po më thuaj më 30 ditë. Tani mos bëj zhurmuesi, mos bëj tani më lart ti tregoj. Ti thua duan, o vlla, ti, unë kuptoj që neve opinionin e kemi përfshirë edhe me emocion. Jo më thuaj çka ka më e madhe është rënja e mitit që shqiptarët s'dalin. Po, dakord. Pësë është e pakët. Okej, Poli ndjes. Po. Tani, kjo protest i ka të përcaktuar ato dhe pavarësisht se përpiqen që t'i bëjnë si gjëra janë për çdo qeveri në Europë, po dhe në botë, po t'jetë e përgjegjshme dhe po t'jetë normale, janë gjërat më të realizueshme sepse s'ke pse i thua jo, vëlla, neni 2 të kushtetutës që e kanë me kushtetutë që thotë sovranitetin e vendit e ushtron populli në 2 mënyra. Mënyra e parë thot nëpërmjet përfaqësimit, që është parlamenti dhe ti aty në atë parlament ke 100 deputet të nxjerrë nga xhepi i Ramës dhe nga xhepi i Berishës, i di me lista të mbyllura që s'janë të këtij populli. Dhe ata 40 prapë me mishdije. Ose thot në mënyrë drejt për drejt do thot me referendume. Diun 5 raste i janë mbledhur firmat për referendum, shkon në parlament, nuk ta lën. Do të thënë i kanë hequr dhe këta janë shumë të qartë. Ore rikthe Republikën thon, nuk duan më tabula rasa. Nuk do të thot kështu do të arrihet, si do shkohet në objektiv. Po lere më burr të mbaroj një analizën se ajo dhe këtë se tha fare që ekzistojnë këto. Ai tha nuk ka objektiv, nuk ka motiv, nuk ka kështu. Te ka kjo të qartë, e ka të thjesht fare më vëlla. Ore duam mos aviti më votën, duam deputetët të nxjerrim ne. Duam kur bën një investim që për pyet për koridor centrale të na pyesësh ne. Ka gjëra më të thjeshta që pse si pranojnë këta? Pse si pranojnë? Iku kjo. Atëre
kalojmë tek, dhe do ta them dhe këtë si do arrijmë. Kalojmë tek pjesa, tek retorika e këtij dhe gjithë retorika që po ta shikosh përfaqëson gjithë zërin publik të establishmentit dhe të këtyre. Dyshimi. Hidh dyshimi protestë. Hidh dyshim sepse këta 35 vjet dhe gjithë këta na kanë mbajtur me dyshim. Kush është ky, kush është ai, fiton ky, sfiton ai, ja u bë një partijere, po dhe po mori ca vota, a e ndryshon situatën kjo. Dyshimi, pastaj disfatizmi, s'ke që bën. Qa do t'i bësh Berishës? Berishën e duan. Aja i mori 500.000 vota. Qa do t'i bësh Rama? Rama ka 800.000 vota. E duan, se e ka bërë Shqipërinë, ka reguluar këto gjëra. Disfatizmi. Demoralizimi i protestës. Dyshimi, disfatizmi, demoralizimi. Arma e vetme që kanë përdorur dhe përpiqen ta përdorin. Dhe tani nuk ju kanë gjitur. Nuk ju kanë gjitur. Ka patur efektet sepse është propagandë e madhe. Patjetër, ka njerëz që janë në dyshim për protestën se dëgjojnë Almerin me shok. Ka të tjerë që pastaj kthehen se më dëgjojnë mua. Ka të tjerë e ke parasysh që bëhen me optimist se dëgjojnë Xhoin. Gjithë çështja është se që ne duhet të analizojmë realitetin, dhe realiteti atje është shumë i thjeshtë. Ata, për shembull, kishte bërë kryeredaktorja e Monitorit, një analizë më profesionale, janë njerëzit më taksapagues aty. Sepse oligarkët nuk pagojnë taksa valla. As këta të resorteve kanë zero taksën këta. E diti që kanë zero taksën këta. Dhe janë profesionistë të lirë, janë shtresa e mesme, s'të ka dalë, nuk i ka dalë Edi Ramës bathori akoma. Ore, dakord, më dakord. Janë profesionistë të lirë, janë me punë, edhe janë shtresa e mesme, janë të përfaqësuar e tjerë. Po, e cila po zhduke. Dhe ishte ashtu. Tani këta s'janë as për bukën e gojës. Por Almeri thotë që ai mikrofoni thotë, ai mikrofoni po e çon, nuk po. Almeri nuk është kundër kësaj. Tani flasim. Almeri thotë se vërtet. Tani kalojmë, po mirë, kalojmë te drejtuesit. Nuk ka drejtuesat. Aty ka një grup menaxhues të mikrofonit dhe përgjithsisht të protestës. Hajde vëmë neve bashkë. Sot kemi qenë neve bashkë. Po të shikosh gjithë ata që menaxhojnë mikrofonin kur fillon protesta e vërtet në orën 9:30 dhe që niset dhe bëhet dhe më e madhe në përlagje dhe që normalisht bëhet dhe më rrezikshme. Se normalisht është aty duhet menaxhuesi, drejtuesi i vërtet, apo jo? Sepse në përlagje mund të thyesh në një dyqan, të vjetësh në një dyqan. Këta drejtuesit që do patjetër që i ka shënjestruar Rama, apo dhe Berisha, apo dhe mediat e këtyre, edhe gazetarët e këtyre dhe analistët e establishmentit. I marrin një nga një. Ata kanë bërë një punë të shkëlqyer pavarësisht se kanë patur probleme me njëri tjetrin për menaxhim, kanë arritur në përfundim le ta marrin mikrofonin kush të dojë përveç partive, kush të dojë. Vetëm përjashtim, përveç. Por këta kur fillon kjo protesta e madhe, këta i ketë shkallë te kryeministrisë ose nëpër lokale. Përgjithsisht, jo se s'ka të tjerë që është. Kush e menaxhon? Kush është kjo dorë pa dukshme që nuk kap, nuk prek një gjethe flete? Kam pyetur unë në policinë e shtetit, se unë e shikoj në shumë këndvështrime këtë protestë. O zotërinj, 33 ditë ju kam thënë, keni ndonjë denoncim për ndonjë portofol, për ndonjë varse, për ndonjë çam? Zero. Zero vlla. Ky thot drogaxhin tek kështu, po mund të ketë drogë, të gjithëve bëjnë shëtitje, po zguxojnë, sepse shumica janë qytetarë, janë të kulturuar dhe s'të lënë, dhe po të prekësh njërin ti ta kesh fajin me bryl, ai kthehet dhe thot i pari më fal. Tani, gjithë kjo, a është në rrugën e numri, kaloj te numri. Numri. Kjo protestë drejtuesit Koka është pa kokë, pa numër dhe pa kohë. Ky shkon dhe e bën fotografi në orën 7, bashkë me Robazen, bashkë me atë tjetrin, kolegun tjetër Sokol Ballën, bashkë me smeret fare. Po, vetë e bëjnë në orën 7, edhe nxjerrin gjithmonë atë. E ke parasysh që duket si pak e ngre dhe dronin. 7:30 pak janë poli. Po, ata janë. Po jo, nuk e manipulojnë, nuk e retushojnë. Unë shkojnë 8:30 oredi. Unë shkojnë 8:30 dhe fotografia që bëj unë është 3 fishi atyre. Kur është kulmi që... Pastaj, Xhoi vjen në 9:30. Në 9:30, a? Vjen Xhoi në 9:30, është 3 fishi fotografisime. Merre vesh ti se kush është numri sakt. Të hen, të premte, nesër janë 5.000 veta, të shtunë do kesh 150.000 veta. Hajde merre vesh, kush është numri? Çfarë do bëjmë matematik këtu? Jo. Dhe më kryesorja është që ky protest ka vajtur në përshpira. Ka njerëz për 100 arsye, për punë, për presion, për tjetër që nuk dalin, po kjo është futur në përshpirat. Shkon nëpër lokale, flasin për protestën, shkon nëpër dyqane, shkon nëpër të gjitha. Televizionet që bën sikur se pan 4, 5, 6 ditë e para
Gjithë emisionet janë për protestët. Ndaç ta shaj, ndaç më ashur reklami bëjnë, promovimi bëjnë. Çështja është koha, është dhe pa kohë. Pra, pa kokë, pa numër dhe pa kohë. Pse është pa kohë? Është pa kohë se e kemi parë, sepse gjithta, ja këto janë kornizat e vjetra. Dëgjoj, kush është koka? Kush e paguan kokën? Që o ta blejmë, o ta presim. Pastaj, sa ishte numri? Sa nxori Berisha? Berisha thoshte 100.000. Këta tjerë thoshin 5.000. Sa është numri? Nuk ka, mos më lodhen kot. Tjetra, janë kornizat e vjetra. Koha, nuk ka kohë, më vlla. Dalin në orën 7, mund të ikin 12, mund ca rinjor. Nuk e rrezon dot sot Almeri. Tani dalim që nuk e rrezon. Tani dalim ta mbaroj që nuk e rrezon. Nuk e rrezon dot vetëm protesta, Alber, jam dakord. Dhe mos u mërzit, as ti, as Edi Rama, as Ali Berisha, as njëri. Se unë shof... Për 30 Unë për ditë shof gazetarët e Syrit dhe gazetarët e Piranjave që drejtojnë protestën. Ti në rregull je, ti vazhdo, ta vazhdoj. Unë po them s'ka drejtues. Gazetarët që nxjerr aty. Ore ti shikon drejtuesin tënd, prandaj është e bukur ajo. Unë shikoj timin. Ti shikoj drejtuesin tim, ti shikon tënd, ti shikon të vetin. Gazetarët e Piranjave dhe gazetarët e Syrit janë njerëz të kyç në protestë. Ta dorëzokan Berishën, këta njerëz të Berishës. Prandaj Njerëzit e Ramës janë pjesë strukturore e grupit futbollit. Pse se heshin? Pse se kthejnë siç tentuan po këta që thotë sloganin? Pse nuk zuri vend slogani Rama në burg, Belinda në burg? Edhe pse se heshin Berishën në burg? Rama në burg, Berisha në burg. Dhe unë pyeta një nga këta. Prit. Jo më larg se diell ose pardisë se mbaj mend, pyeta një nga këta që dhe ndoshta edhe më kryesor se aty gjëja gjithë kryesore s'ka fare kryesor. Po i quaj me fremin e vjetër. Pyeta një nga liderët. E kupton se dua lider patjetër, se ne vdesim, po mos kemi lider, mundësisht dhe legjendar dhe Skënderbej. Dhe i thash, bëni një, ma bëj qefin mua, i thash, unë po dhe ma kanë kërkuar shumë njerëz, i thash. Bëni një eksperiment social, i thash, aty me protestën, i thash, merret i mikrofonin, i thash, se ke dhe çik reputacion, do të thënë nuk bën politik, nuk bën fjalime, po kur thot bën njoftime kështu. Edhe thuaj, të dashur protestues, mbani qetësinë tani se kam një njoftim shumë të rëndësishëm. Të dashur protestues, duke filluar që sot, duke parë që dhe Edi Rama na lufton, kërkon të na bëj kështu, i korruptuar, nuk pranon, duhet tikuj ai se hapi parë është dorëheqja e tij dhe pastaj të tjerat vinë me radhë. Unë propozoj që sloganin Rama në burg, Berisha në burg, tani për tani, ta bëjmë vetëm Rama në burg. Edhe ta heqim Berishën se gjuna, do më thonë se nuk ka gjë në dorë, si shumë. Që të mos përqarë. E di si më tha, që thua, tha, të më shkelin me kemë, tha, të më marë turma, tha, dhe të më shkelin me kemë, tha. Po. Tani, kjo është përgjigja. Dhe përgjigja për çfarë do bëjmë. Nuk e heqin dot vetëm këta, por ty të është institucionalizuar, jo vetëm nga media, sot prapë Der Spiegel e gjithë të mëdhat, por të ka kaluar në institucionet europiane. Dhe dje 5 yjet, 5 Stella, e futi në debat, e depozitoi dhe do bëhet debat në parlament, e kërkoi dhe ish miratuar. Po, dhe ndërkohë kancelarit, mos kujtoni ju se s'kan folur dhe s'paku nga krau tjetër. Vetëm këto e rrëzojnë dhe e arrin këtë, duke u koordinuar të treja. Ca gjëra i dim, ca nuk i dim, çfarë do bëj SBA-ja, ambasadori i ri SBA-ja për mua e ka dhënë sinjalin se SBA-ja le të thotë Edi Rama aty ka drogaxhin, ka SBA-ja. Nuk ka bërë vaki që në fakt duhet të bënte sepse është turm ndonjëre frikshme, e kupton, dhe nuk dihet se ashtu, dhe nuk i thot në Shtetet Bashkuara Amerikan, keni kujdes kaq, keni kujdes se sot është një protestë shumë e madhe, siç i thotë Berishës edhe për 300 veta. Dhe është indirekt për kraje, e kupton? Keni kujdes se ka iranian, se qeveria thotë që aty janë terroristët iranian, nuk e thotë. E kupton, se e din shumë mirë që s'ka iranian, se do na u marr ka Edi Rama me iranianët kurcia i merë iranianët, i mban
Do që nga një iranian, që nga goxha aty iranian, edhe ngelin në dorë të Edi Ramës, se CIA me çfarë merret CIA? CIA ka mund të ketë 10.000 veta që merren me iranianët. E zgjatë shumë, po nuk flasim dhe ne. Si e zgjatë? Si të mërzite? More më shumë. Jo, po tu përgjigja të ishte. Fola për debat. Ju Fole sqarove, po shmontova, jo, këtë fjalën shqip. Hajde Gjoj. Shiko, për diçka nuk jam dakord me Polin dhe mund ta bëjmë edhe debat. Ka shumë protestat ngjashme si kjo në Europë.